Shqipëria etnike, një ëndër e përbashkët, një detyrë e shenjtë. Shqipëria, një vend me një histori të lashtë dhe një kulturë të pasur, ka qenë për shekuj një simbol i rezistencës dhe unitetit. Por, përkundër kësaj, kombi shqiptar ka qenë i ndarë për shumë dekada, i coptuar nga kufit artificial dhe politikat e huaja. Sot, ëndra për një Shqipëri të bashkuar, nga Nish dhe Presheva në veri, deri në Çamërinë e bekuar në jug, nga Ulqini Krenar në perëndim, deri në Manastir dhe Shkup në lindje, mbetet një synim i përbashkët për të gjithë shqiptarët. Kjo ëndër nuk përfshin vetëm këto troje, por gjithashtu të gjitha tokat ku shqiptarët kanë jetuar dhe kanë lënë gjurmët e tyre të pandryshueshme. Një komb i ndarë, por i pandashëm. Shqipëria etnike nuk është thjesht një koncept gjeografik, ajo është një realitet historik dhe kulturor që ka rënjët e saj thellë në identitetin e kombit shqiptar. Për shekuj, shqiptarët kanë jetuar në një territor të gjerë, duke folur një gjuhë të përbashkët, duke ndarë të njëjtat tradita dhe duke kundërshtuar së bashku pushtuesit e huaj. Megjithatë, pas shpërbërjes së perandorisë osmane dhe ndarjes së Ballkanit, shqiptarët u ndanë në shtete të ndryshme, duke u bërë viktima të politikave të huaja që kishin si qëllim dobësimin e tyre. Nish, Presheva, Ulqini, Manastiri, Shkupi dhe Çamëria janë pjesë të pandashme të historisë dhe identitetit tonë kombëtar. Këto troje, të shenjta për shqiptarët, kanë qenë dhe mbeten shtëpi për mijëra shqiptar që kanë ruajtur gjuhën, kulturën dhe traditat e tyre, pavarësisht nga kufit artificial. Por, këto nuk janë të gjitha tokat ku shqiptarët kanë jetuar. Janina, Tetova, Dibra e Madhe, Kërçova dhe shumë të tjera janë pjesë e një pasurie të përbashkët që ne duhet ta ruajmë dhe ta nderojmë. Një gjuhë, një komb, një flamur. Fjalët e poemës patriotike na kujtojnë se shqiptarët janë një komb i vetëm, i lidhur nga një gjuhë e përbashkët, një histori e përbashkët dhe një flamur i përbashkët. Gjuha shqipe, një nga më të lashtat në Evropë, është një nga shtyllat kryesore që na bashkon. Ajo është jo vetëm një mjet komunikimi, por edhe një simbol i identitetit tonë kombëtar. Flamuri ynë, me shqiponjën e zezë në një fushë të kuqe, është një simbol i pavarësisë, rezistencës dhe unitetit. Por, për të realizuar ëndrrën e një Shqipërie të bashkuar, duhet të jemi të gatshëm të luftojmë jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Duhet të jemi ata që ndarjen e shkrinë, që me gjak dhe shpirt tokën e shenjtë ta mbrojnë. Kjo nuk është thjesht një detyrë për politikanët apo liderët, por për çdo shqiptar që e do atë dheun e tij. Brezi që Shqipërinë etnike do ta sjellë të pandar. Ne jemi brezi që ka mundësinë historike të sjellë fundin e ndarjes dhe të realizojë ëndrrën e një Shqipërie të bashkuar. Ky nuk do të jetë një proces i lehtë, por është një detyrë e shenjtë që na është lënë nga paraardhësit tanë. Ata luftuan dhe ranë për të mbrojtur tokën dhe identitetin tonë kombëtar. Tani është radha jonë të mbajmë flakën e tyre të gjallë dhe të punojmë për një të ardhme ku Shqipëria etnike të jetë e pandar. Për të arritur këtë, duhet të forcojmë lidhjet midis shqiptarëve në të gjitha trojet tona. Duhet të ndërtojmë burime kulturore, ekonomike dhe politike që të bashkojnë komunitetet tona. Duhet të kujtojmë se ne jemi një komb i vetëm, pavarësisht nga kufit artificial që janë vendosur midis nesh. Trojet e Shqipërisë etnike, një pasuri e përbashkët. Shqipëria etnike nuk përfshin vetëm Nishin, Preshevën, Ulqinin, Manastirin, Shkupin dhe Çamërinë. Ajo përfshin gjithashtu Janinën, Prevezën dhe shumë të tjera. Këto troje janë pjesë e një pasurie të përbashkët që ne duhet ta ruajmë dhe ta nderojmë. Ato janë vendet ku shqiptarët kanë jetuar e jetojnë, kanë luftuar dhe kanë lënë gjurmët e tyre të pandryshueshme. Janina, një qytet me një histori të pasur dhe një kulturë të larmishme, është një nga trojet ku shqiptarët kanë lënë gjurmët e tyre. Preveza, një qytet i bukur me një histori të lashtë, është një tjetër pjesë e Shqipërisë etnike. Tetova, një qytet me një histori të pasur dhe një kulturë të larmishme, është një tjetër pjesë e Shqipërisë etnike. Dibra e Madhe, një qytet me një histori të lashtë dhe një kulturë të larmishme, është një tjetër pjesë e kësaj pasurie të përbashkët. Kërçova, një qytet me një histori të pasur dhe një kulturë të larmishme, është një tjetër pjesë e Shqipërisë etnike. Ëndra për një Shqipëri të bashkuar nuk është thjesht një ëndër, ajo është një detyrë historike që na është lënë nga gjeneratat e kaluara. Ne jemi brezi që ka mundësinë dhe përgjegjësinë të sjellë fundin e ndarjes dhe të realizojë këtë ëndër. Le të jemi ata që me gjak dhe shpirt do ta mbrojnë tokën e shenjtë, dhe le të jemi brezi i fundit që jeton të ndarë, dhe brezi që Shqipërinë etnike e sjell të pandar. Një gjuhë, një komb, një flamur mbi trup. Shqipëria e bashkuar është ëndra jonë e përbashkët, dhe ajo do të realizohet vetëm nëse ne të gjithë punojmë së bashku për të.
Le të nderojmë dhe ruajmë të gjitha trojet tona, sepse ato janë pjesë e një pasurie të përbashkët që na bashkon dhe na bën më të fortë.